Era kulturore e Qairit të 2026 vetë se ka njësur, është një muaj i plot me ngjarje aktivitete kulturore artistike. 3 ditë të para vetë se puna ikin edhe kanë qenë kryesisht të kushtuara për fëmijët. Do a di pak në përgjithësi se si u planifikua dhe ndoshta edhe synimi pikërisht këtij eventi. Njëherë faleminderit për ftesën, kënaqësi që jemi këtu me ju sot. Në të vërtetë ne nisëm verën më herët, nisëm me 1 qershor me aktivitetet kulturore. Ideja është e kahershme, madje mund ta them edhe qysh nga koha e fushatës parazgjedhore, por ajo tashmë është një rrëfim i përfunduar dhe qysh me fillimin e mandatit të ri, edhe si kryetari komune dhe si kryetari këshillit, unë bashkë me administratën dhe me gjithë kolegët që jemi te komuna, nisëm me shumë entuziazëm këtë idenë e realizimit të verës kulturore të Qairit 2026, me një përkushtim dhe vullnet të madh të gjithë stafit të komunës, erdhëm në ditën e sotme, pra për ta përpiluar një program të ngjeshur nga dita e parë e 1 qershorit deri me 30 qershor, kur mendojmë ta marrim një koncert përmbyllës. Madje interesimi i artistëve ishte aq i madh saqë shtrirja e kësaj vere kulturore do të kalon për te i qershorit. Tashmë ne kemi një javë të korrikut, e cila është e planifikuar të ketë aktivitete shtesë, dhe po ashtu besojmë që do të paraqiten edhe aktorë të tjerë, artistë të tjerë që do të kenë dëshirë të performojnë në Qarshi dhe